Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për vizitën e kryeministrit Edi Rama në Greqi dhe se çfarë tregoi kjo vizitë dhe ndërkohë a është Greqia duke na marrë ato milje dëtare për të cilat është diskutuar shpeshherë. Për të folur për këtë çështje, por e tematika të tjera që prekin raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçi Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Islami, çfarë do të thotë vizita e Edi Ramës në Greqi dhe duke nisur që nga veshja e tij dhe më pas mesazhet që përçoi ku duket se po diskutohen shumë çështje të ndjeshme qoftë nga çështja e detit e deri te ligji i luftës. Çdo që të thuash për atë kloun cirku, nuk i thua të tëra të zezat që ka mbi kurrisa e njeriu. Ai charlatan. Ai ka vatur atje të sankcionoj, të firmosit, që ta dini. Ka vajtur të firmosit dhe i ky bas Berisës edhe ati Lulushit, të firmosin marrëveshjen e detit dhe grekët të fillojnë çpimet. Për këtë ka vajtur. Dhe të thonë që të duan gjë tjetër. Është e pamundur që të ketë vatur për gjë tjetër dhe të bëjë gjë tjetër. Veç se këtë. Pra, Edi Rama shkon të shesi interesat tona kombëtare në favor të Greqisë. Greqia deri më sot ka marrë që ka dashur qefin në Shqipëri, merr çfarë do, bën çfarë do, dhe avash do vi të marrë dhe pronat dhe terrenin që pretendon ta shujtojë territorio e tij. Shpresoj që të zgjohen nga gjumi miqtë tanë amerikanë, ta thërësin atë miqotakin dhe t'i thonë atje s'ke punë, të heqin dhe këtë klounin e cirkut, këtë bastard burr, këtë balash njeri që është Edi Rama, ta heqin nga pushteti, të ndërpresin marrëdhëniet me të, edhe Shqipëria të çlirohet një herë mirë. Por, siç ta priti një herë kur e pyetën, si duken kur vin Pashkët, i thanë, siç duken bazët tha janë larg Pashkët, se flasën për Greqinë këtu. Pra, është larg ajo ditë që të largohen grekët edhe të heqin dorë grekët nga mezor, se ata kështu me libra e me histori nuk heqin dorë kur, po të paktën në rrugë diplomatike të mos na çajnë më veshët. Edi Rama vete zotëri si Qiraku te ustaj, vete si shërbëtori tek padroni, vete si qeni te i Zoti, me përshtatshme është kjo që tani, vete si qeni te i Zoti, vazhdoni. Në këtë rast, nëse Greqia fiton ato milje dëtare për cilat ka pasur pretendime apo shkon në favor të saj çështja e detit që do zgjidhet, pretendohet të zgjidhet brenda këtij viti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, a mund të ngrej më pas pretendime të tjera territoriale dhe a mendoni se ky mund të jetë një hap i parë për të shkuar më pas tek ato pretendime të hershme territoriale që ka pasur gjithmonë? Greqia e ka marrë detin. Nuk do presi atë vendime. Ai vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që ta dini është marrë me kohë. Ta dinë shqiptarët. Është marrë ai vendim, i është dhënë grekut 12 milje, do na vijë greku 5 milje përballë në Himar dhe në Saran. I ka marrë zotëria, ka dhënë Edi Rama me Sali Berishën. Mos se shpresojnë kohë. Kush është burr të ngrihet të përmbysim këtë klik tradhtare ku i slingin dhe të mos njohim asnjë marrëveshje që ka bërë ky do bëj ky me Greqinë. Kjo është zgjidhja. Në duan zgjidhje shqiptarët, në kanë mbetur shqiptarët. Në janë shuar të u shohin atëre një mosbesim. Po në këtë rast kur thoni që vendimi është marrë nga ana e gjykatës, nuk ka një shprehje ose një vendim të caktuar. Po, më fal, ti e kërkon zyrtarisht këtë, jo zotëri, por nuk thënë të tëra këtu në ekran me mua e me tyja. Diplomacia e fshetë ka punën e saj. Protokollin e Londrës të Berlinit të 1915-s e morën vesh pas disa vjetësh që Shqipëria ishte ndarë në gjysmë dhe që e denoncoi ai, si thonë këta Lenini se disa e shtreptet. Jo zotëri, nuk të thuhet. E ka marrë, po ju them shqip. Por e ka marrë me sa do ta mbrosh. Ai të ka marrë, ai thotë në Korçë Gjirokastër përmet Këlqyr, Saran, deri Vlorë, shtimja, thot. Dhe s'ka dalë në pyetje. Po është retorikë nacionaliste greke me sa duket. Urdhë?
Është retorikë nacionaliste greke me sa duket. Nuk ka Jo, diçka konkrete. jo, nuk është retorik nacionaliste, por është objektiv grek, i shtetit grek, sot e 200 vjet që të marrë ato zona që kërkon. Është objektivi tyre. Nuk është retorik. Nuk e bëjnë për lagojnë. Jo. Se i kanë praktikisht aty ata komandojnë. Në Gjirokastër për shembull komandon 100% greku. Në Tepelen po ashtu. Nuk bëm dot një memorial për të vrarët që sakatuan andartët grek dhe shteti grek në 1914, se nuk i lë ambasada. Ajo konsulata greke që është atje. Qa pavarësie kujtoni se keni ju? Qa shtet kujtoni se qeverisni? Atje mërtem, na ka shitur politika shqiptare, pik. Në këtë rast, për çfarë interesi konkrete bën Edi Rama i veprim të tillë? Që është i legalizoj që është firmën, më atje ku do i vën ata letra për para tavolinë, do i thonë firmos këtë, dhe nëse pasesë, kudo që të shkoj, në çdo institucion ndërkombëtar që shkoj në Shqipëri, i thonë urdhëro të rike firmosur. Po na çaj kokë shumë. Për këtë vetë ai atje. Dhe ai do mbaroj këto detyra që i kanë vënë, që i ka vënë ai Ciputi që ka aty në zyrë, që ka marrë një vilë, nuk e di sa 300 metra katrore, nuk e di sa e ka marrë këte nga Farka, se nga ka marrë një vilë aty që banon zotëria e tij, dhe është ai që i bën të tëra këto. E tjera mas është gjithë të besë një qiraki e tij. Në këtë rast, në këto interesa që këmbehen, a është Greqia vendi që mban në pushtet Edi Ramën dhe nga ana tjetër Edi Rama shet interesat kombëtare për ndënjur sa më shumë qeveri? Ju thatë interesat që këmbehen, as gjithë këmbehet. Thjesht plotësojnë kërkesat greke. Nuk këmbet gjë, ne jemi në çdo kohë jemi të humbur me këtë kryeminist dhe me këtë klasë politike. Po Shqipëria çfarë fiton këtu në këtë rast? Tanë që gjë mos, Shqipëria është protektorati i Greqisë, Shqipëria është koloni greke. Realisht në praktik e përditshme është koloni greke dhe serbe. Nuk qeveris njeri në Shqipëri, populli shqiptar do i thuhet tani na doli ky charlatani, ky policiera që quhet kryeministët dhe thot do nxjerrim thot do vëm në jetë atë turizmin malor, paketën e maleve. Unë ditë për ditë bëjsire, po s'ka vesh të më dëgjojnë. Bëjsire që të ngrihemi ta përmbysim këtë klik tradhtare, antikombëtare, antinjerëzore që po na shet dhe po na shkatërron. Ndërkohë, i bëjsire kësaj diasporës, atyre trimave në diasporë që thonë na di gjithë barku për Shqipërinë, ne duam vendin tonë ndaj këtyre atyre që janë që të gjithë tradhtar. Sepse ne po u themi, po u abim të qartë, sot Shqipëria është e tradhtuar, sot Shqipëria është e pushtuar nga greku dhe nga serbi, hajdeni të dalim zot. Nuk vinë, kur mos u kthefshin më në Shqipëri. Një çështje tjetër që është prekur ditën e djeshme dhe nga vetë Edi Rama në Greqi është edhe ajo sa i përket ligjit luftës, një çështje që daton që nga viti 1940. Në këtë rast, pse Greqia nuk e heq ligjin e luftës, gjë të cilën e ka kërkuar edhe vetë Edi Rama ditën e djeshme? Se nuk do Shqipëria, lemër s'ka kërkuar Edi Rama, mos gënjeni, mos bështesni atë charlatan, ma është mashtrues klasik, a është mashtrues ordiner në ata të që lozin tavë në përkapene. Besoj të aimo, jeni mirë ju asini mirë. E deklaroi ditën e djeshme që është një çështje që duhet zgjidhur. Jo, nuk bëhet me deklarata të tilla se ato i bën për të gënjur juve, po jo mua. Jo zotri, mua s'u gënjen dot, unë po të isha në ti do i thosha grekut kështu, stop, ose hiq ligjin e luftës ose do vëm trau në kakavije. E more vesh, kështu bëjnë burrat. Jo si që bënej tallet me shqiptar të heta një shashk atje dhe ja. E shikoni more, Edi Rama kërkoi që të heq Greqia ligjin e luftës, torpin të mesëm është. Mashtrim sikur flet me fëmijë. O Edi Rama, nuk kemi fëmijë ne more charlatan, more i pabes. Në këtë rast, çfarë po bën Greqia dhe sa gjasa ka që ta heq ligjin e luftës? Nuk e heq ligjin e luftës Greqia, sa kohë që tjetë Londra në pushtet edhe të tjetë Londra më këmbë. Ka mbështetjen e Londrës, ka gjithë mbështetjen angleze dhe të Bashkimit Evropian. Nuk e heq, mori, heqeni nga mendja. Nuk e heq Greqia ligjin e luftës.
Këtu jemi, dorojmë, do shikojmë. Ju e një miri nga unë, doronim shumë nga unë, do të shikoni. Kur Greqia pa marrë jugun e Shqipërisë nuk heq linjën e luftës. Pra temba. Po në këtë rast vetë Edi Rama, çfarë është duke bërë në mënyrë që Greqia të ndërmarrë një akt të tillë, pra për të hequr ligjin e luftës, sepse ky ka ndërmarrë iniciativa të tilla për të zgjidhur çështje globale dhe nuk zgjidh një çështje të tillë? Po bën atë që e mbështet Greqinë me të tëra mjetet dhe mënyrat për të mbajtur ligjin e luftës në fuqi dhe për të pretenduar jugun e Shqipërisë. Këtë po bën Edi Rama. Kujt i shërben në këtë rast? Interesave greke dhe çifute dhe antikombëtarëve shqiptarë, kundërkombëve shqiptarë, kanë mbështetjen absolute të diasporës e Edi Rama në këtë tradhti që po bën. Ta djojnë ata që janë diasporë, po ka një burr nga ata që e mban vetëm për patriot, të vit debatoj me mua. Të vërtetoj unë si them unë, por si thon ata. Ata e kanë tradhtuar Shqipërinë, tani e kanë tradhtuar, jo kur thoshte Enveri. Se kur thoshte Enveri ikin nga halli. Po tani që kanë ikur kanë dhënë rehat atje, edhe nuk pyesin se ka njeri këtu apo s'ka, se kanë prindër apo s'ka, tani e kanë tradhtuar sisën e mëmave. Nga ana tjetër, Shqipëria, por edhe Greqia vetë, çfarë është duke bërë në raport me integrimin e mëtejshëm, por edhe përmbushjen e drejtave të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, sa i përket aspektit pensioneve apo edhe çështje të tjera? Nuk interesohet njeri të zgjidh problemet e sklevrëve shqiptarë që punojnë në Greqi, zotëri. Nuk interesohet njeri, nuk ka një interes të merret me atë punë. Ata do mbeten sklever dhe përsëri po e them do mbeten sklever në Greqi. Pavarësisht se janë integruar në kaq vite që jetojnë dhe punojnë atje. E ka gabim, nuk janë integruar. Janë integruar vetëm ata që janë quajtur, kanë tradhtuar dokumentat edhe prindërit e tyre dhe quajnë veten grek, minoritar grek, domethënë në Shqipëri, dhe që kanë marrë dokumenta greke dhe kanë çuar djemtë e tyre, janë 900 djemë shqiptarë që kanë vajtur në ushtrinë greke. Të cilët në rastin më të parë që do ketë luftë Turqia me Greqinë do vënë në lumin Ebro atë në kufi dhe aty do lënë kockat. Pra atë i duan shqiptarë, pra atë u japin letra. Dhe u kanë vënë kusht. Dërgo djalin ushtar që të t'japim letrat. Zotëri, Greqinë e kemi pasur, e kemi dhe do ta kemi hasëm të përjetshëm, armik të përjetshëm. Në këtë rast, ju si shikoni qoftë lëvizjet greke, por edhe ato shqiptare për të arritur në një pikë takim për të zgjidhur çështjen e ligjit luftës, por edhe ato të detit? Zero. Kaq. Po mirë, nuk ka shtetar ky vend që t'i zgjidh një herë mirë këtë çështje? Ka zëngjinen shtetare të fuqishme, ke atë të Akshit, atë se quanin atë. Këto janë shtetare shqiptarë. Çfarë thua mu, ku ke burrashteti thot? Po ku ke burrashteti mor zotëri që janë këto që thua, pse na e në nivelin e bisedës? S'ka mor jo. Janë mbledhur gjitha rrëmbytjet e komit dhe janë futur në parlament, janë edhe quhet deputet, me listat e mbyllura të dy banditëve, Sali dhe Edi Rama. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka deklaruar që brenda këtij viti ka shumë gjasa që të zgjidhet çështja e detit me Greqinë. Ndërkohë sipas mediave greke, do zgjidhet favor të Greqisë, ta them unë, është zgjidhur, e ka dhënë Sali Berisha në 2009. Zoti Islami, për ta përsëritur pyetjen që t'jemi brenda kontekstit të gjithë asaj çfarë po ndodh, të paktën brenda këtyre 2 viteve, mediat greke raportojnë se, duke u referuar kryeministit Edi Rama që çështja e detit do të zgjidhet brenda këtij viti, burimet diplomatike sipas mediave greke raportojnë nga ana tjetër, qoftë duke u referuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë apo qoftë dhe autoriteteve greke, theksohet se çështja ka ende probleme teknike. Pra, a mendoni se mund të zgjatet në vazhdimsi, pra edhe kjo çështje të përfundojë në kalendat greke, pavarësisht se është dërguar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
Njerë, ne s'kemi pse ta dërgojmë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sepse kufit tanë detar me Greqinë janë vendosur në 1953, si me Greqinë dhe me Italinë. Pra gjithçka që bëhet është vetëm në interes të grekëve. Dhe bëjnë këtë tymnajnë të zhurmën nëpërmjet gazetave dhe gazetarëve të tyre dhe ndonjë diplomati tek tuk, për të thënë që shiko, ne akoma nuk e kemi marrë atë që na takon në Greqi, po do ta marrim. Jo zotëri, e kanë marrë Grekun, detin po them, prap e kanë marrë, po ne nuk kemi njeri të na mbrojë. Del dikush atje dhe bën konferenca, edhe zot, Shqipëria është e paprekshme, Shqipërinë e mbron Amerika, Shqipëria ne keni Finlandin e keni me kaq milion dollar, Finlandin me kaq, na tregon paratë e këtyre si sa kanë në kreditim. Të dalë dhe të thotë grekëve dhe shqiptarëve, që thotë qeveri shqiptare stop, dhe se ka thënë do të arrestojmë Ramen asnjë si të bërë nga ato që ka thënë deri tani. Pra jemi na ka tradhtuar Amerikani nëse ai përfaqësues direkt i Amerikës. O përfaqëson Amerikën o përfaqëson shtetin. Nëse Amerikën e përfaqëson ai zotëria që vjen aty dhe flet, atëherë na pas ka tradhtuar Amerika. Për mua rrugë të mesme s'ka. Zoti Islami, si e komentoni qëndrimin e Edi Ramës kundrejt grekëve me të cilët kapet me batuta të tilla ku shprehet se grekët e sotëm nuk kanë lidhje me grekët e vjetër, aq më tepër me filozofët si Platoni apo Aristoteli. Në këtë rast, çfarë kërkon të arrijë Edi Rama në këtë lloj përplasje që nuk çon ujë gjëkundi, duhet thënë? U bëjqefin këtyre shqiptarëve që pretendojnë ato që ka thënë Edi Rama, nuk ka asnjë arritje s'ka aty, asnjë rezultat. Do të ndryshosh historinë që kanë shkruar vetë grekët, po të s'kel në libra shkollore shqiptare të s'ke asgjë të pasqyruar nga historia. Shkoni shikoni librat e historisë në 7 vjeçare, në 9 vjeçare dhe në gjimnaz. Asnjë gjë s'ka, fare. Dhe dalë dikush të më thotë, sepse Akademia e Shkencave Shqiptare që është në fakt Akademia Sërbe e Shkencave në Tiranë, filiali i Akademisë Sërbe të Shkencave është filial. Nuk thot asnjë fjalë lidhur me çfarë të zeza i ka punuar greku shqiptarëve. Si mendoni çfarë pritet të ndodh tani e tutje në raportet mes Greqisë dhe Shqipërisë? Do shkoj ujë gjithmonë në mullit të grekut. Si po shkon. A mundet që Greqia ta bllokojë procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian duke vendosur kushte për pronat e minoritarëve në jug, për çështje të tjera të delikate, gjë e cila mund ta bëjë Shqipërinë që të detyrohet që të lëshojë nga e vetja? Po deshe mos ma përmend këtë fjalën integrim, se është mashtrimi 35 vjeçar. Dakor, do me thonë, Greqia ka veton e saj në Bashkimin Evropian dhe mund ta bëjë gjë të tillë. Ideja është a do ta bëj. Por Greqia dhe sikur mos e ketë vetën do punojnë në rrogosit mos bëhet Shqipëria dhe nuk na duhet vajtja në Bashkimin Evropian. Ku do vemi? Se ajo Evropë po të kërkon ty edhe po të mban larg edhe po të shtyn. Ajo Evropë dhe ata LGBT na mbajtën na ndan Shqipërinë në 5 pjesë. Çfarë prisni nga Evropa ju? Unë për vetë time në këtë rast Greqia çfarë mund bëj? Të pa mundur që ne të rrim larg. Dhe mirë bën, këtu e mbështesun politikën greke. Të mos lejojnë në asnjë mënyrë që Shqipëria të futet në Evropë. Se ajo dënim me vdekje për kombin shqiptar. Dhe pse e mendoni gjë të tillë? Nga historia. Hapni librat e historisë dhe keni të qartë. Hapni dhe shtypin dhe media dhe këtyre 35 vjetëve dhe do bindemi 100% që është si them unë. Po s'ka lidhje sovraniteti me procesin e antarësimit? Janë aq të lidhura sa s'ka ku të shkoj më. Janë shumë të lidhura. Dhe ç'është ky antarësim? Pse do bëhet antarësimi? Ç'do fitojnë shqiptarët? Do për të zezë të tyre, po u antarësuar Shqipëria në Evropë, që shqiptarët jenë të lirë, atëherë do ikin dhe këta që kanë mbetur dhe do vinë zot vendit që futët që kanë ardhur ja 10.000 që futë kanë ardhur kanë blerë shtëpi dhe vila dhe resorte dhe hotele gjithë bregun shqiptar dhe në këtu në flak në këtë drejtë që kjo në park edhe
Ajo do bë, do përshtatërisë Shqipëria, vetëm atë të mirë do kemi na futja në Bashkimin Evropian. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.